Xhamat, pa dyshim se ai I cili e adhuron vetëm Allahun një, të madhërisht, të lartësuarin, I cili është I patëmeta, nuk ka shoqërues, nuk ka nevojë për askën. Nëse muslimanët e kanë këtë bindje dhe I kryen urdhrat e Tij, pa dyshim se janë ata të cilët Allahu xhalla shanu I shpejton ata për shpërblimin e Tij. Prandaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tregoi neve se si është ta ndjeni ëmbëlsirën e imanit, cilat janë ato gjërat që duhet ta ndjesh ëmbëlsirën e imanit. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ثلاثة من كان فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Që do të thotë, kush I ka 3 gjëra, ai do ta shijojë ëmbëlsirën e imanit. Kush I ka 3 gjëra, ai do ta shijojë ëmbëlsirën e imanit. Prandaj secili prej nesh le ta shikon veten a është në të 3 gjëra. Dhe ape shijon imanin e tij në këto 3 gjëra. E para është an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Të jetë Allahu dhe profeti I tij më I dashur, më të dashur tek ai se çdo gjë tjetër. Të duash Allahun dhe të dërguarin e Tij më shumë se çdo kënd, më shumë se gjithkënd, më shumë se gjithçka. Prandaj kjo është njëra prej atyre. Shiko vetëm, ai e këtu në këtë dashuri të Allahut dhe të dërguarit të Tij. E dyta, wa an yuhibbu al-mar' la yuhibbuhu illa lillah. Ta dojë personi tjetri vetëm për hir të Allahut. Shiko edhe këtu si je. Ti, si musliman, nëse e dëm dikën vetëm për hir të Allahut, je një pjesë e kësaj ëmbëlsirës së imanit. Pa e dash për dynja, pa e dash për ndonjë biznis, pa e dash për ndonjë çështje të tëndën personale, po e deshte dikën fill vetëm për Allah, hyre në këtë ëmbëlsirë të imanit. Prandaj sa prej neve ka që duhen, pastaj ndahen, pastaj përqahen, pastaj nuk flasin, vetëm e vetëm për shkak të prishën çështjeve të dynjas, apo çështjeve që fare nuk çojnë pesh. Kurse ata që duhen vetëm për hir të Allahut, ata mbesin aty ku Allahu është I kënaqur me ta. E treta, wa an yakrah an ya'uda fil kufr بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يغذف في النار. Që do të thotë, të urej kthimin në mosbesim, të urej kthimin në mosbesim, pasi që Allahu atë e udhëzoi, siç e uren të hidhet në zjarr. Ëmbëlsira e imanit plotësohet me këto 3 gjëra.